sepse drejtësia nuk funksionon në mënyrë të barabartë. Për çdo qytetar tjetër, për çdo person tjetër, atëherë për të njëjtën akuzë, si puna e Belindës, Ballukut, është edhe drejtori i rrugëve, i cili është në burg aktualisht. Pra, duke qenë se kjo duhet të rrinë në shtëpi, nuk duhet të shkushtojë funksione publike, dhe të mos dalë jashtë shtetit, atëherë edhe ai duhet të marrë të njëjtën gjë, sepse janë për të njëjtën akuzë, pse ai duhet të rrinë në burg? Pra, kupton që drejtësia këtu funksionon sipas dëshirës të udhëheqësit. Dhe udhëheqësi është marrë vesh me zëvendësen e tij, pra udhëheqësi aktualisht është kryetari i një bande kriminale. Qeveria që kemi është një grupacion kriminal, një organizatë kriminale e strukturuar, e mirëfillt e strukturuar, sepse edhe veprimi që është bazuar, dhe këtu është problemi i kësaj drejtësie, e cila funksionon në shërbim të këtij organizmi malin që ka zënë qeverinë, që ka zënë shtetin shqiptar, dhe ka marrë peng. Pra, jep një vendim ndryshe për atë që është nën kryetare e kësaj bande, dhe jep një vendim ndryshe për një ushtar. Ndërkohë që akuza është e njëjta gjë. Po të shikosh, jemi pak a shumë si në kohën e Enver Hoxhës që i dënonte të gjithë, që nga kryeministri Mehmetçeu, nuk kemi ka ndryshim, jemi totalisht ndryshim. Se në atë kohë thua që ujë nga lart rrethikulluar, tash si mendon ti? Thot ujë nga lart nga Rama, domethënë nga kryeministri, është shikulluar dhe këta dhe ky zgjidhje fare. Si mendon ti këtë? E para kemi dy situata ndryshme. Në atë kohë ata që dënoheshin njësoj. Pra, ti ke Kadri Azbie me shok që shkuan në burg dhe edhe pësuan atë tortura. Pra nuk dallonin ata. Në momentin që ai regjim ty të kësonceronte armik, mbaroi puna jote. Pra ti s'kishe më asnjë lloj. Jo, e kam fjalën që u dënuan të gjithë poshtë Enver Hoxhës dhe Enver Hoxha shpëtoi. Edhe ky po ta shikosh të gjithë po i dënon çka ka poshtë vetes, vetëm ky po deli. Jo, ky nuk po dënon njeri. Mos e ngatrojmë gjërat. Dënime kishin kohën e Enver Hoxhës sepse ata hëngrën kokrën e plumit. Edhe me zori u gjetën edhe eshtrat.